Lëvizja vetëvendose e kryeministrit në detyrë të Kosovës Albin Kurti ka fituar zgjedhjet e parakohshme parlamentare që u mbajtën një ditë më parë në vend. Rezultatet paraprake të KQZ-s tregojnë se pa votat e diasporës, kjo forcë ka arritur të marrë 49.30% të votave, që në kuvendi sigurojnë 56 deputet, duke e kaluar kështu pritmëritë dhe rezultatin e zgjedhjeve të nënshkurtit. Fitoren e arritur Kurti e cilësoi fitore të popullit, ndërsa ftoi partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për çështje, siç është edhe zgjedhja kryeautorit të shtetit pasi presidentes Vjosa Osmani mbaron mandati në prill të vitit të ardhshëm. Ftoi nga tash partitë opozitare për bashkëpunim në kuvend për marrëveshjet ndërkombëtare, për ligjet e mira që do t'i procedojmë dhe për interesin publik të qytetarëve të Republikës. Na duhet të bisedojmë edhe me opozitën për çështjen e presidentes apo presidentit të ardhshëm. Nga kampi opozitar, Partia Demokratike e Kosovës dhe Lidhja Demokratike e Kosovës kanë marrë respektivisht 21.01% të votave dhe 13.58%, që i sigurojnë këtyre partive 23 dhe 6 mandate në kuvendin me 120 deputet. Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës e Ramush Haradinaj ka marrë 5.68% të votave. Kreu i LDK-s, Lumir Abdixhiku, forca e të cilit shënoi rënje në krahasim me zgjedhjet e nënshkurtit, bëri të ditur se së shpejti do të thërriste kuvendin e partisë ku do të diskutohet edhe dorëheqja e tij. Duke marrë përgjegjësinë që më takon, si kryetar do të thras menjëherë kuvendin e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe para tij do të shpalosi e shfrytojmë të gjitha çështjet përfshirë dhe përgjegjësinë time që mbaj unë si kryetar i kësaj shtëpie të demokracisë. Zgjedhjet e parakohshme që u mbajtën të dielën në Kosovë forcuan pozitat e lëvizjes vetëvendose, e cila në legjislaturën e 9 të kuvendit që doli nga zgjedhjet e nënshkurtit dhe ku sërish ishte forcë e parë, nuk arriti të krijonte qeverinë e re të vendit.